pushteteve të kaluara. Këtë normale është lëviz. Jo, nuk është normale. Elektorati lëviz. Jo, nuk është normale. Votën demokratike lëviz. Dëgjoj, a di ç'është lëviz elektorati? Jo, nuk ka çashtu. Nuk ka çashtu. Nuk ka çashtu se te da është pak më ndryshe. Se ti kur të shë me qenë i vedisum politikisht si popull, ti nuk voton 5 parë zgjedhje njëjtë, tu e pa që veni nuk po të avancon. Ata e shojnë me një kanë vështrim tjetër. Jo, nuk ka të bëj me vedije politike. Ka të bëj me vedije politike. Jo, e definon edhe shë, me çfarë prizme shë. Ata po e shojnë me prizmen e Jo, vet. për çfarë ti Ti e the se s'mujnë me votu. Po, edhe nuk votu PDK deri 2014. Parameno. Po kom votu PDK Po deri 2014. de parameno. 2007 jam gëzu kur orën pushtet Hashim Thaçi se s'di qysh më shumë, kam festuar nëpër qytet si student. Kam nimu, sepse kam dashur ndryshim. E kom po që ka dal mundësi ato, sa më shumë që kam lexuar dhe i kom po që është për qeverisin. Kom lexuar raportin ndërkombëtar dhe kom po që është drejtim të gabum te, si më thon, mendësisë e institucioneve sidomos të drejtësisë, për cilat ata kom protestu, për cilat ata kom kanë dhënë penale. E kom po që s'funksionon. Ky shtet e kom po që me çat mendësi shkon që prokurori, policia dhe gjykatësi i shërbejnë vetëm pushtetit dhe ai që çdo pushteti. Po di, në mos te pushtet. Dhe ja kum kthy shpinën. Nesër Pushtetet e kaluame drenar me gjithë respektin për ty. Drenar fillon me urë. Drenar një ndërhyrje e vogël nëse mund të them. Unë ja kthej votën ndoshta. Ja, kjo është absurditet. Pushtetet e kaluara mund ti gjykosh. Drenar mund ta emër. Çish 2008 çish ka votu. Dy subjekte politike të ndryshme. Nëse me qysh se dy Drenar mund të hap një informacion.